Mirë të nderuar teleshikues, të rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës dhe për gjatë minutave në vijim do të ndalemi dhe do të flasim sa i takon aktualitetit dhe klimës politike me njëherë pas zgjedhjeve vendore të mbajtura në 12 tetor në Kosovë. Rezultatet e raundit të parë për secilën parti, analiza të cilat lidhen patjetër me komunat e fituara nga çdo parti dhe reagimet e mëpasshme të paktën nga ana e krerëve të këtyre subjekteve politike. Ndërkaq do të ndalemi dhe do të flasim edhe për një zhvillim tjetër i cili pritet të zhvillohet në Tiranë, protesta mbar kombëtare në kuadër të paraburgimit të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këto e shumë të tjera do të kem mundësi të diskutoj me zotin Lulzim Veliu, analist. Zoti Veliu, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, në 12 tetor Kosova ka zhvilluar zgjedhjet vendore, 17 nga 38 komuna në total shkojnë në balotazh në datën 9 nëntor, pasi asnjëri nga kandidatët nuk arriti që të sigurojnë mbi 50% të votave në raundin e parë të zgjedhjeve lokale. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në votime ka qenë 39%, ndërkaq 44.000 ka qenë numri i saktë i votuesve nga jashtë kufive të Kosovës. Marr komentin tuaj të parë, zoti Veliu, për mënyrën se si ju i keni parë dhe i keni lexuar zgjedhjet lokale të zhvilluara në Kosovë. A kishit më shumë pritshmëri, a prisnit më pak, qoftë nga mënyra se si u zhvillua fushata, qoftë nga klima politike, qoftë nga të gjitha problematikat të cilat kanë ndjekur Kosovën me njëherë pas zgjedhjeve parlamentare të shkurtit, por edhe për pjesëmarrjen, për të ndalur me njëherë më pas edhe tek secili subjekt politik për të komentuar së bashku rezultatin e raundit të parë. Po pra, në 12 tetor kishim zgjedhjet e rregullta vendore në Kosovë, pas 4 vite, pas një mandatit të plot, po e them pas një mandatit të plot, pasi që jemi mësuar që shumë herë në Kosovë të kemi ndërprerje të mandateve, sidomos në nivel qendror, mirë po ja që në nivel vendor, pra në kuadër të komunave, kemi zhvillimin e zgjedhjeve vendore të radhës, që për fatin tonë të keq na zën pas qeveri, na zën pas një periudhe të gjatë, ende pa krijimin e institucioneve qendrore dhe duke pas të gjitha këto përballë shihet mirë që kemi një rënje të numrit të votuesve, numri i votuesve pra nuk është i kënaqshëm dhe do të ishim shumë të kënaqur sikur numri atyre që do të marrnin pjesë në këto votime do të ishte më i madh, për dallim nga komuniteti shqiptar, komuniteti serb ishte më masovikisht në pjesëmarrës në zgjedhje dhe mund të them lirisht se fituesi më i madh i këtyre zgjedhjeve, pra sipas të gjitha rezultateve që kemi deri më tani nga Komisioni Qendror Zgjedhor, është lista sërbske e cila në mandatin e parë, pra në pa balotazh arriti të fitojë 9 komuna në Kosovë, pra ndërsa subjektet tjera politike, subjektet tona shqiptare politike kanë arritur një numër të vogël, pasi që shumica e tyre kanë shkuar në balotazh dhe betejë vazhdon pas 2 javësh apo më 9 nëntor, që është dita kur do të kemi votimin për balotazh, do të kemi votimin për kryetar definitiv se kush do të udhëheq me qendrat, po themi me qendrat kryesore, pasi që nga qytetet e mëdha të Kosovës vetëm Ferizaj është ai që ka arritur të zgjedh kryetarin e tyre në mandatin e parë, pra pa balotazh, ndërsa të gjitha komunat të tjera të mëdha do të vazhdojnë betejën e tyre pas 2 javësh, pikërisht me 9 nëntor, ku do të kemi ballafaqim të lëvizjeve të vendosjeve me Partinë Demokratike, me Lidhjen Demokratike të Kosovës, do të kemi përballje edhe mes Lidhjes Demokratike, Partisë Demokratike, pastaj edhe me Aleancën për Armërinë e Kosovës, e cila për dallim nga niveli vendor në nivel nga niveli qendror në nivelin vendor
ka pasur gjithmonë më tepër vota dhe komuna më tepër të përfituara e vlen të përmendur disa komuna që kanë treguar edhe një sukses të mirë, siç është komuna e Suarekës, Ravecit, por edhe e Gjakovës, ku për pak numra nuk arriti ish kryetari Ardian Xhinit me mandatin e dytë dhe ai në balotazh do takohet tani me përfaqësuesin me një Ardian tjetër, pra që është përfaqësues i lëvizjes vetëvendosje dhe unë uroj që gjithë qytetarët e Kosovës, të cilët do të marrin pjesë në votime, të cilët edhe marrin pjesë në rundën e parë të votimeve, të jenë të vetëdijshme dhe të mos votojnë për subjektet politike, por të votojnë për individët, sepse zgjedhjet lokale kanë një dallim të madh me ato vendore. Këto kemi të bëjmë me atë zgjedhur të cilët do të kenë kontaktin e parë me qytetarët dhe gjithçka me të gjitha problematikat qytetarët do të përballen me ta, do të jetë një përballje e direkt me tyre dhe ata duhet të vendosin dhe të zgjedhin kandidatët që mendojnë se do të jenë më të mirët për komunën e tyre, për problematikat e tyre, duke filluar nga kopshtet, nga shkollat, pastaj për të vazhduar edhe me infrastrukturën dhe të zgjedhin më të mirën që është e mundur. Zoti Veliu, komentin tonë së bashku do doja të nisja me partinë në pushtet, me lëvizjen vetëvendosje të Albin Kurtit, e cila për hir të së vërtetës ka pësuar një humbje të thellë në këtë raund të parë të zgjedhjeve lokale, duke fituar vetëm 3 komuna, bëhet fjalë për Podujevën, Kamenicën dhe Shtimen, ndërka i shkon në balotazh në 12 komuna të tjera dhe mos gabohen përveç Gjilanit dhe Fushë Kosovës, renditet forcë e dytë. E prisnit këtë rezultat të lëvizjes vetëvendosje, në qoftë se po nga se vjen ky rezultat dhe kjo rënje kaq e madhe e këtij subjekti politik dhe a i ka shanset lëvizja vetëvendosje përgjatë raundit të dytë për të rimëkëmbur veten e saj në një farë mënyre për të fituar komunat në të cilat ka shkuar në balotazh, kjo që vjen si pasojë e mbase koalicioneve të mundshme me partitë të tjera? Po në bazë të asaj çfarë po dëgjoj, po vimi në kundërshtim me atë çfarë është deklaruar në ditën e votimit. Po pikërisht në ditën kur pikërisht pas mbarimit të votimit dhe një pjesë të numërimit të votave, eksponent të lëvizjes vetëvendosje dulën dhe u lavdruan për arritjen të rezultateve të mira, të thënë se jemi vetëm subjekt politik që kemi arritur të sigurojmë që në rundën e parë 3 komuna, që është fakt se Shtimja, Kamenica dhe Poduja janë 3 komuna të fituara që është në rundën e parë nga lëvizja vetëvendosje, mirë po një gjë nuk duhet harrojmë se gjatë periudhës së fundit qeveria ishte e shumë e kujdesshme me këto komuna dhe ka ndarë fonde të veçanta në ndihmë këtyre komuna për të realizuar projekte dhe janë bërë disa punë të mira, sidomos në komunën e Podjevës është punuar shumë mirë dhe ka qenë e pritshme që zoti Bulliçaj do të rifitoj komunën e Podujevës, mirë po në rang të komunave kryesore të Kosovës, duke filluar nga kryeqendra, pastaj për të vazhduar me qytetet e tjera si Mitrovicën, që ndoshta llogaritet një nga dështimet më të mëdha të lëvizjes vetëvendosje kësaj radhe, pasi që aty është dërguar një ish ministër i cili për zgjedhjet e përgjithshme kishte mbledhur më shumë se 100.000 vota dhe nuk arriti të dalë as i pari, jo vetëm që të mos e marr pa balotazh, por nuk arriti të dalë as i pari kundrejt një përfaqësuesi të Partisë Demokratike, që ishte një djalë i ri që deri më tani nuk e ka njohur askush, pra një 31 vjeçar që në një farë mënyrë po shihet edhe si shpresë asaj force politike. Unë mendoj se një pasqyrë përfundimtare do të kemi pas mbarimit të balotazhit, pasi si statë edhe ju, lëvizja vetëvendosje tani është në 9 komuna të tjera në balotazh, por në balotazh është edhe Lidhja Demokratike në disa komuna e po ashtu edhe Aleanca, por edhe Partia Demokratike e Kosovës. Ndërsa ku desha të them që lëvizja vetëvendosje kishte shtuar një humbje shumë të madhe është në komunën e Prishtinës, në rang të asambleistëve, për 12 vite ka qenë forca kryesore në Prishtinë për nga numri i asambleistëve të fituar, ndërsa kësaj radhe pas këtyre zgjedhjeve, jo që nuk është forca e parë, por as nuk është as e dyta, pra ka kaluar në pozitën e tretë në qytetin e Prishtinës për asambleist dhe
Dhe aty më them lirisht se ka një humbje të dukshme të lëvizjes vetëvendosje. Mirë po unë, për vete, nuk jam i prirë që ti ndërlidh zgjedhjet lokale me ato qendrore, pasi që këtu kemi të bëjmë kryesisht me administrator apo menaxher komunash dhe kompanive të cilat janë në kuadër të komunave, ndërsa në nivel qendror kemi të bëjmë me diçka tjetër që ka të bëjmë me politika nacionale, me interesin e përgjithshëm, dhe për këtë arsye nuk jam i prirë që këtu t'i ndërlidh në mes veti dhe të themi se do të kemi rezultate më të mira apo më të këqija për njërin apo subjektin tjetër në zgjedhjet që sipas gjitha gjasat do të kemi zgjedhje parakohshme nëse brenda këtyre pak ditëve që kanë ngelur të mos arrihet një koalicion i minutave të fundit. Zoti Veliu, dua të marr një koment të shkurtër edhe për subjektet e tjera politike përpara se të ndalem në një tjetër zhvillim. Partia Demokratike e Kosovës, siç e cituat vetëm pak më herët, ka fituar vetëm 3 komuna në raundin e parë: Skënderajin, Ferizajin dhe Hanin e Elezit, ndërkaq kryeson në 4 komuna të tjera të cilat kanë shkuar në balotazh: Prizrenin, Kaçanikun, Vushtrin dhe Mitrovicën e Jugut. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar vetëm 2 komuna, Istogun dhe Lipjanin, dhe kryeson në 6 nga 9 komuna të tjera të cilat kanë shkuar në balotazh: Prishtina, Peja, Joniku, Dragazhi, Vitia dhe Obiliqi. Marr komentin për këto 2 subjekte të tjera politike garuese në zgjedhje. Numri i madh i subjekteve që kanë garuar ka bërë që në të gjitha komunat kemi shkuarje në balotazh, dhe unë jam mëse i sigurt që për shembull në qytetin e Pejës në balotazh do të jetë Lidhja Demokratike që do marrë sigurisht mandatin pas kësaj, pasi që për një numër shumë të vogël të vota ngeli në balotazh. Është një komunë që ka udhëhequr me vite të tëra dhe llogaritet si nga pasionet e tyre, ndërsa Partia Demokratike ndoshta humbjen më të madhe pse pikërisht në zemrën e Drenicës, aty ku njihet si bastion kryesor i saj, dhe Drenasin të cilin e mori pra zoti Ramiz Ladrovci, që ka qenë për 2 mandate, ka qenë kryetari i komunës nga Partia Demokratike, mirë po që kësaj radhe kryetari Memli Krasniqi ka vendosur të vendosë një kandidat tjetër, dhe sipas të gjitha gjasave kjo do të jetë një problematike e madhe për Partinë Demokratike dhe do të sjellë ndoshta edhe një problematik brenda subjektit. Ndoshta do të kemi se sot kemi dëgjuar zëra që kërkohet edhe dorëheqja e kryetarit pasi që bëri gabime të tilla duke e emëruar dikën tjetër kundër një kandidati që dorën zemër ishte një nga kryetarët e komunave që ishte më transparent në mandatin e tij politik dhe ka bërë atë sa ka arritur me atë buxhetin e vogël që ka ajo komunë, pasi është një komunë e vogël, dhe sido që tjetë kemi një rënje të shumica subjekte politike, pra që në rundën e parë nuk kanë arritur të marrin shumë pushtet. Mirë po, unë mendoj se të gjitha këto subjekte pas mbarimit të balotazhit do dalin me suksesin e tyre, në qoftë se arrin të marrin, kushdo që të arrin të marrë Prishtinën do të llogarit sukses kryesor i saj. Pastaj edhe Mitrovica është një pikë e fuqishme ku do të bëj kthes si të lëvizja vetëvendosje ashtu edhe të Partia Demokratike, dhe nuk është diçka që mund të themi më tepër, po duhet pretim edhe momentin e fundit, pra edhe votat e pas 2 javshme që do bëhen. Dhe do të shohim do të kemi një pasqyrë më të qartë rreth asaj se kush humbi dhe kush fitoi. Në bazë të votave të marrura, prin Partia Demokratike me 220.000 vota, pra pastaj është Lidhja Demokratike që kishte 190.000, ndërsa forca e tretë sipas numrit të votave të marrura në këtë zgjedhje është Lëvizja Vetëvendosje diku te 187.000 vota në rang vendi. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e Ramush Haradinajt vjon që të jetë në një rënje të fuqishme duke fituar vetëm një komunë, atë të Deçanit, zoti Veliu, por duhet të ndalem pak së fundmi tek lista serbe me 9 komuna të fituara. Pra 9 komuna të banuara nga shumica serbe: Mitrovica e Veriut, Zvečani, Leposavi, Zubin Potok, Novobërd, Shtërps, Gračanic, Ranilug dhe Partesh, por kryeson në balotazh edhe në Klokot. Një numër i lartë i komunave të fituara nga lista serbe, zoti Veliu.
Po më thash se është forca që ka fituar më së tepërmi dhe domethënë edhe njëherë e pasqyror e prisnit që t'ishte në këto lloj shifrash apo prisnit një rezultat tjetër mbase? Ka qenë e pritshme, pasi që në këtë drejtim është punuar shumë pak nga politika shqiptare në Kosovë, pasi që ata nuk kanë krijuar mundësi dhe hapësira për subjektet e tjera që veprojnë në këto komuna serbe dhe me thënë të drejtën një pjesë e serbe, sidomos në veriun e Kosovës, përkundër dëshirës së tyre për të qenë me një forcë tjetër politike, e kanë gati të pamundur, pasi që ata jetojnë në një represion të paparë ndonjëherë, kryesisht nga lista serbe dhe nga Vučići dhe nga presidenti serb Vučić, pra që është mbështetës kryesor i kësaj force politike. Ndërsa kur ish fjalët e Aleanca për Armërinë e Kosovës, është fakt se kemi parë një rënje të dukshme të Aleancës për Armërinë e Kosovës edhe në nivelin qendror, mirë po unë jam më i sigurt që në balotazh do të kemi edhe 2 apo 3 komuna që do të arriti marrësërisht Aleanca për Armërinë e Kosovës, duke filluar nga njëra pe komuna të mëdha në Kosovë, Gjakovën, pra, po më i sigurt që në rundin e dytë Gjakova dhe Soharika do rimirën sërish nga Aleanca për Armërinë e Kosovës. Përpara se t'ju lejoj që të vazhdoni me angazhimet tuaja të tjera, zoti Veliu, nuk mund të le pa marrë edhe komentin tuaj sa i takon protestës gjithë kombëtare që pritet të zhvillohet në Tiranë, sa i takon paraburgimit të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kemi parë protestat të ngjashme në Prishtinë, kemi patur protestat të ngjashme edhe në Hag, por dua të marr komentin tuaj dhe cilat janë pritshmëritë tuaja sa i takon kësaj proteste dhe sa do të shkojë zëri i cili do të kumbojë në Tiranë tek ata të cilët janë përgjegjës dhe vjojnë të merren me çështjet e ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Unë mendoj se nesër do të kemi një protestë të fuqishme, as të fuqishme sa nuk kemi pasur deri më tani në Tiranë asnjëherë më parë. Është një protestë që do të jetë në mbështetje dhe përkrahje të djemve të cilët janë të marrur dhe përmbahen padrejtësisht nga gjykata speciale e Kosovës në Hagë dhe unë uroj që zëri tyre kumbusi do të jetë nesër në sheshit e Tiranës të jehoj deri te ata vendimmarrës dhe të kemi sa më shpejt një vendim të drejtë për lirimin e të gjithë atyre, pasi që aty nuk janë të burgosur disa individ, por është të burgosur ushtria çlirimtare e Kosovës, është të burgosur Kosova dhe është të mundohen ta burgosin edhe lirinë e Kosovës. Dhe në këtë mënyrë unë ftoj të gjithë ata që kanë mundësi të jenë nesër pjesë e kësaj proteste në mbështetje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në mbështetje të luftës së drejtë të popullit të Kosovës që është bërë para shumë vitesh, të cilën janë eksponent të ndryshëm, duke filluar nga Rusia, por për fatin keq edhe eksponent edhe brenda shqiptar që kanë dëshmuar apo dëshmojnë gjëra të pavërteta kundër ushtrisë çlirimtare të dalin fitues dhe t'i kthehen Kosovës dhe t'i kthehen familjeve të tyre. Faleminderit shumë për kohën që na kushtuat, zoti Veliu, si gjithmonë është kënaqësi të kemi komentin dhe analizën tuaj. Faleminderit, kënaqësia është ime. Ne shkëputemi në publicitet.